sepse nëpërmjet sprovës del pa sinqeriteti i njerëzve. Do të dalë pa zemra atyre që është e pastër, zemra atyre që adhurojnë Zotin pa kushte në pushtetit, pa kushtin e mirësive, por që të gjitha, edhe zjarri kur vjen, është prej Allahu Gjelleshanu, edhe dritë nëse është dunja, edhe kjo është prej Allahu Gjelleshanu. E kush tha aty që shëndeti nuk është sprov? Kush tha aty që fëmia nuk është sprov? Kush tha aty që pasuria nuk është sprov? Kush tha aty që mirësi që ti ka dhënë ty Allahu Gjelleshanu nuk janë sprov, madje janë sprov edhe më e vështirë, por janë ashtu sprove që njeriu nuk e ndjen dhe për fat keq pjesa më e madhe e njerëzve dështojnë dhe bien në këto sprove. Kjo është koncepti i parë. Ajo që po ndodh sot, vëllezër dhe motra, nuk është gjë tjetër përveç se pjesë e këtij skenari hynor që e ka emrin sprov. Do të sprovoheni aq fort, me vështirësi, me varfëri, me smundje, do të tronditeni aq fort sa që gjithë do thoni ku është ndihma e Allahu Gjelleshanu, dhe kur vjen ndihma e Zotit, dijeni se ndihma e Zotit vjen shumë shpejt. Nuk jemi ne ata që marrin Zotin provim. Nuk jemi ne ato që sprovojmë dhe testojmë Allahun Gjelleshanu. Është ai që na teston neve. Që thua që e pyetën Isain alayhis salam, a beson në Zot dhe në kaderin e Zotit? Patjetër tha. A i mbështetesh Zotin në gjitha situatat? Patjetër tha. I than hidhu prej mali. Ai dha një përgjigje shumë të bukur. Zoti është ai që na teston neve, nuk e testoj unë Allahun Gjelleshanu. Nuk jemi ne që testojmë Zotin e gjithësisë. Është ai që na sprovon, është ai që na teston.